këtu nuk bëhet fjalë për numërimin e votave të subjekteve politike që ka ndodhur me 28 dhjetor. Atëherë kur kemi qenë edhe të angazhuar gjithë prokurorët, policia dhe gjitha institucionet tjera, por bëhet fjalë për manipulime brenda llojit, aty ku 4 subjektet më të mëdha politike i kanë dërguar të preferuarit e tyre dhe ata kanë menduar që larg syve të institucioneve të sigurisë dhe drejtësisë mund të manipulojnë dhe mund t'ia dalin pa të keqe. Mund të kuptoheshin gabimet e vogla të 10 votave. Edhe pse KQZ nuk ka ndonjë margj tolerance. Këtu nuk bëhet fjalë as për 10 e as për 100, por bëhet fjalë për shumë mijëra vota të manipuluara dhe të falsifikuara. Pra ka kandidat, vetëm për kandidat të subjekteve të caktuara politike që kanë nga 100, 200, 500 e deri mbi 6.000 vota. Pra deri mbi 6.000 vota janë të falsifikuara për një kandidat. Pra bëhet fjalë edhe për situata ku vetëm në një vendvotim, për me pas të qartë, kjo gjithçka ka ndodhur në qendrën komunale të numërimit. Vetëm në një vendvotim, numri i manipuluar ka shkuar deri në 2444 vota. Pra vetëm praktikisht në një klasë sa kanë votuar qytetarët, janë manipuluar 2444, përderisa mund ta them se në regionin ton ato që janë numëruar nga subjektet politike në QKN është vetëm një vendvotim, pra vetëm një klasë që ka dalur e pakeqpërdorur, që është 0. Dhe maksimalja thash që është mbi 2400 vota. Për ta pasur edhe më qartë, po flasim për komunën e Prizrenit që janë shtuar hiç më pak se 40.497 vota. Dhe janë hequr hiç më pak se 27.520 vota. Pra diferenca totale e keqpërdorimeve është 68.017 vota. Pra po flasim për një organizim, po flasim për dashje direkte për ta përmbytur rezultatin, po flasim për përmbytje edhe të vullnetit të qytetarëve. Do të ishte e pamundur të ndryshoheshin gjithë këto vota, po të mos kishte kompromis të gjithë komisionerëve atyre që kanë qenë të deleguar nga 4 partitë më të mëdha politike në Republikën e Kosovës. Sepse sistemi është i tillë që komisionerët në një mënyrë janë mekanizëm kontrollues. Andaj secili prej tyre ka rolet e veta, andaj në fund proces verbalin e nënshkruajnë të gjithë për ta legjitimuar. Pra, secili komisioner nuk do duaj sipas rregullores as të numëronte e as të regjistronte vota, por se kjo në bazë të hetimeve drejtanishme rezulton që ka ndodhur e kundërta. Pra deri në momentin që po flasim, i kemi 109 të ndaluar për vepra penale të falsifikimit të rezultateve zgjedhore, për presion e kanosje e për dhënje e marrje të rishfetit. Ne deri në këtë fazë jemi duke vepruar ndaj atyre që drejt për drejt kanë keqpërdorur votën. Pra kanë keqpërdorur rezultatet. Ata kanë vendosur firmat e tyre, kanë vendosur nënshkrimet e tyre dhe është e tyre që na të bashkëpunojnë me ne. Deri në këtë fazë nuk kemi ndonjë informacion që e involvon drejt për drejt ndonjë kandidat në ndërhyrje. Mirë po, unë besoj që edhe kandidatët do të dëgjohen, edhe në prokurori, në rast se nuk do të arrijmë të sigurojmë prova në cilësi të dyshuarve, padyshim që ne kemi dëgjuar edhe deklaratat e tyre mediale, shumë prej tyre, pa përjashtim subjekteve politike, që ata njihen edhe të dëmtuar për shkak të imazhit. Kështu që prokuroria po besoj që do t'i afroj këtë mundësi që t'i marrim të paktën cilësinë e të dëmtuarve. T'ja japim mundësinë t'i bashkangjitë ndjekjes penale, të parashtrojnë atë kërkesë pasurore juridike dhe t'ua thonë në sy atyre që janë të dëmtuar. Kjo do të jetë e fundit. Për ndryshe ne do të bëjmë përpjekjet maksimale që të sigurojmë për secilin prova dhe dihet që do të jemi pa kompromis ndaj kujtdo që do të hasim që ka prova për të ndërmarrë veprime. Kështu, ata janë edhe të subjekteve, pjesë e subjekteve politike, por ka edhe që janë familjar dhe për ata që ne kemi pas informata dhe që i kemi pas sot shoqëruar në stacion policor, ka tani më vendime për ndalim dhe janë përcjell dhe janë shoqëruar për vendim për ndalim.